Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El-Alaq, zbritur në Mekë, ajete 19. Përmbajtja e sures El-Alaq midis dietarëve është e njohur se kjo sure është surja e parë që ka zbritur për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, gjithashtu përmbajtja e saj e qartëson këtë gjë. Ka shumë kundërshtime nëse surja Hamd ose surja Mudaththir janë ndër suret e para që kanë zbritur për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo sure e pra surja El-Alaq, në fillim të saj e urdhëron profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të lexojë. Më pas flet për madhështinë e krijimit të njerëzit nga një pjesë gjaku pa vlerë, në stadin tjetër flet për përsosmërinë e njerëzit në rendin e mirësisë dhe të bujarisë së Allahut, si dhe me njohjen e njerëzit me dijen e Allahut. Më tej flet për njerëzit që nuk janë falëndërues për ata që edhe pse shikojnë gjithë mirësinë dhe bujarinë e Allahut, përsëri janë të devijuar. Më pas flet për dënimin e dhimbshëm të atyre që janë pengesë e udhëzimit të njerëzve dhe të veprave të mira të tyre. Në fund, surja përfundon duke urdhëruar për sejdë ndaj Allahut dhe afrimitet ndaj Allahut. Mirësitë e leximit të sures El-Alaq. Për mirësitë e leximit të kësaj sureje, Imam Sadiku paqja e Zotit qoftë mbi të ka thënë kushdo që gjatë ditës ose gjatë natës reciton surën El-Alaq dhe vdes në po atë ditë apo natë, llogaritet sikur ka vdekur martir dhe atij japin vend në radhët e martirëve. Në Kiamet ai është njësoj me ata që kanë luftuar në rrugt të Allahut së bashku me profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo sure për shkak të interpretimeve të ndryshme të fillimit të saj është e njohur me emrin Sure Alaq ose Sure Iqra ose Sure Qalam. Ajetet nga 1 deri te ajeti 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi gjithçka. E krijoi njeriu nga një droçk gjaku. Lexo, Zoti yt është bujari më i madh, i cili me anë të penës ja mësoi njeriu ato që nuk i dinte. Shkaku i zbritjes. Sikurse edhe cituam në përmbledhjen e sures, sipas besimit të shumicës së komentuesve, kjo sure është e para sure që ka zbritur për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Sipas mendimit të përbashkët të komentuesve, 5 ajetet e para kanë zbritur të parat, kuptimi i tyre e tregon këtë gjë. Në transmetime ka ardhur se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte shkuar në shpellën Hira dhe Xhibraili u afrua pranë tij dhe i tha: "O Muhammed, lexo." Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj se nuk di të lexoj. Xhibraili e mori në krahët e tij, e shtrëngoi dhe përsëri i tha: "Lexo." Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përsëriti të njëjtën gjë. Xhibraili përsëri tha të njëjtën gjë dhe përsëri mori të njëjtën përgjigje. Herën e tretë tha: "Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi gjithçka." E krijoi njeriu nga një droçk gjaku. Lexo, Zoti yt është bujari më i madh, i cili me anë të penës ja mësoi njeriu ato që nuk i dinte. Pasi tha këto ajete, Xhibraili u largua nga sytë e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pasi mori shpalljen e parë, u lodh shumë dhe u nis për në shtëpi. Kur arriti në shtëpi, vajti pranë Hatixhes dhe i tha: "Më mbulo dhe shtro diçka që të pushoj pak." Tabrisi në tefsirin e tij me Xhmaul Bejan transmeton si dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha Hatixhes: "Kur jam vetëm dëgjoj zëra dhe jam i shqetësuar. Allahu nuk do të t'jap tjetër përveç se mirësi, sepse ti për Zotin je prej atyre që e kryejnë amanetin, vizitojnë të afërmit, ti thua të vërtetën, je besnik", i thot Hatixhja. Pasi ndodhi kjo ngjarje, shkova pranë Waraqa ibn Naufel, a ishte ndër dietarët arab dhe Hatixhja e kishte djalë xhaxhai. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ja kishte shpjeguar Waraqas ibn Naufel atë që kishte parë dhe ai kishte thënë se kur ai zë vjen pranë teje, bëj kujdes dhe shiko çfarë dëgjon. Më pas hajde tek unë dhe më trego çfarë dëgjove. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur ishte vetëm, dëgjonte këtë zë që i thoshte: "O Muhammed, thuaj Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, deri tek Waladdallin, dhe thuaj La ilaha illa Allah." Pasi dëgjoi këto, vajti pranë Waraqas dhe i shpjegoi ato çka dëgjoi.
Waraka i thot, urime për ty, edhe një herë urime për ty. Unë dëshmoj se ti ai që ka përzgjedhur Zoti për profet, ashtu sikurse u përzgjodh Isai, biri i Merjemes, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Ti do të kesh shariat, ashtu sikurse kishte Musai, paqja e Zotit qoftë mbi të, ti je profet i përzgjedhur dhe shumë shpejt ti do të urdhërohesh për të luftuar. Nëse unë do të arrija atë ditë, padyshim që edhe unë do të luftoj për krah teje. Kur Waraka vdes, i dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thot, unë këtë burr besimtare kam parë në xhennet, xhennetin e Berzahut, që në trup mbante rroba prej mëndafshi, ky njeri dëshmoi për mua dhe besoi tek unë. Në librat e historisë janë cituar dhe vihen re tekste të pakëndshme për sa i përket këtij kapitulli të jetës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Sigurisht, ato citime që janë vënë re janë hadithe të sajuara dhe konsiderohen si israilijet. Për shembull, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pas ngjarjes së parë të zbritjes së shpalljes, u mërzit shumë dhe mendoi se mos këto fjalë janë prej shejtanit, gjithashtu vendosi të hidhej nga një shkëmb. Ka edhe shumë të tjera si këto që nuk përputhen me pozitën e profecisë dhe me arsyeën e jashtëzakonshme të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Përgjatë gjithë jetës së tij, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është shquar për vetkontroll, besime, shumë cilësi të tjera. Është e dukshme se të tilla transmetime janë të dobta dhe të ndërtuara nga armiqtë e Islamit, ata në këtë mënyrë duan që ta vënë në dyshim si fen Islam ashtu edhe personalitetin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, duke pasur vëmendje për çka u tha më lart, le të komentojmë ajetet. Komentimi. Lexo me emrin e Zotit tënd. Në ajetin e parë Allahu e vendos profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dëgjues dhe i thot, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi gjithçka. Disa komentues janë të mendimit se në fjalinë më sipër me objektivi është hequr dhe sa ajeti ka qenë lexoje Kur'anin me emrin e Zotit tënd, për këtë shkak disa këtë ajet e kanë marrë si argument për të thënë se Bismillah është pjesë e ajeteve të Kur'anit. Të tjerë janë të mendimit se shkronja ba është e shtuar dhe qëllimi i përdorimit të kësaj shkronje është për të lexuar emrin e Allahut. Ky komentim është tepër i largët sepse më e përshtatshme është të thuhet kujto emrin e Allahut krijuesit tënd. Duhet të dihet se në këtë rast përpara çdo gjëje më tepër i është kushtuar vëmendje çështjes së sunduesit të gjithçkaje të Allahut. Ne e dimë se fjala Rabb ka kuptimin Zot kujdestar, që do thotë një person që është zotërues i një gjëje, gjithashtu është edhe edukues edhe kujdestar i saj. Mëtej për të vërtetuar se Allahu është Zot për trajtimin e çështjes së krijimit janë mbështetur te çështja e krijimit të botës, sepse ajo është një ndër argumentet më të mira për Allahun dhe për krijimin e tij. Botën e drejton ai që e ka krijuar. Kjo është një përgjigje për jo besimtarët arab, të cilët e kishin pranuar se krijimi është nga ana e Allahut, por thoshin se sundimi dhe komandimi bëhet nga ana e idhujve dhe jo nga Allahu, ndërkohë që njëshmëria e Allahut shikohet dhe vërtetohet në sistemin e universit. Kjo gjë është argument më i mirë për të vërtetuar qenien e pastër të Allahut të madhëruar. Ndërmjet të tjerash mund të shikohet krijesa më e mirë në këtë botë, që është njeriu. Krijimi i tij është rikujtuar në ajetet e Kuranit, e krijoi njeriu nga një droçk gjaku. Po ai Zot që e ka krijuar njeriu nga një gjak i ngjizur, fjala alaq ka kuptimin të ngjitesh pas diçkaje, ndaj dhe gjaku të ngjizur dhe gjaku në trupit thuhet alaq. Kur embrioni e kalon periudhën e parë në botën embrionale, del në formën e një cope gjaku të ngjitur që në pamje të parë është një gjë me pak vlera. Fillimi i krijimit të njeriut në këtë ajet jepet si një qenie e pavlerë që më pas me fuqinë e Allahut kthehet në një qenie me shumë vlera. Të tjerë komentues janë të mendimit se qëllimi i përdorimit të fjalës alaq në këtë rast është dheu i Ademit, sepse ai dhe kishte ngjashmëri me atë që thuhet në ajet, ishte dhe që ngjitej. Allahu i madhëruar që e krijoi njeriu nga një pjesë e çuditshme dheu, a nuk e meriton të adurohet? Po ashtu ndonjëherë fjala alaq është marrë me kuptimin të kesh dëshirë, gjë e cila të bën me dije apo të tregon ndjesinë shoqërore të njeriu, si dhe përgjumjen e tyre apo mos vëmendje ndaj njëri tjetrit, që në të vërtetë civilizimi i shoqërisë është bazamenti kryesor i zhvillimit dhe qytetërimit njerëzor. Të tjerë komentues fjalën alaq e kanë trajtuar si spermën e mashkullit. Kjo krijesa grimca noton në ujëra dhe drejtohet kahveza ku edhe ngjitet e mitra e femrës. Të dyja këto sjellin në jetë një embrion që më pas bëhet një njeri i përsosur.
Është e vërtetë se në atë kohë të tilla çështje nuk janë trajtuar dhe nuk kanë qenë të njohura për njeriu, por Kurani i Shenjtë nëpërmjet dijes ka bërë që të largohet perdja që mbulonte dijen e krijimit të njeriu. Ndër këto 4 komentime, komentimi i parë është më i qartë dhe më i plot, përmbledhja dhe bashkimi i 4 komentimeve nuk sjell asnjë dëm. Nga ajo që u tha bëhet i qartë se njeriu sipas një komentimi ka ardhur me kuptimin e profetit Adem, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe sipas 3 komentimeve të tjera ka kuptimin e të gjithë njerëzve. Allahu i madhëruar për të theksuar edhe një herë faktin se është bujar, thot: "Lexo, Zoti yt është bujari më i madh. Lexo sepse krijuesi yt është më bujar se çdo bujar tjetër dhe është më zotëri se çdo kusht tjetër. Iqra wa rabbukal akram." Disa komentues janë të mendimit dhe besojnë se fjala e dytë, Iqra, lexo, është vendosur për tekstuar fjalën Iqra të parë. Komentues të tjerë janë të mendimit se është e ndryshme nga fjala Iqra e dytë, sepse në fjalën e parë ka për qëllim leximin, qiraetin e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ndërsa në fjalinë e dytë ka për qëllim leximin për njerëzit, por më e arsyeshme dhe më afër logjikës është se ka ardhur si theksim edhe pse për të dy këto fjali nuk kemi argument. Gjithsesi interpretimi këtyre dy ajeteve është përgjigje për fjalët e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ndaj Xhibrailit kur thotë se unë nuk di të lexoj, që do thotë se ti ke mundësi të lexosh me bereqetin dhe bujarinë e jashtëzakonshme të Allahut të madhëruar. Më poshtë Allahu i madhëruar flet për cilësitë e tij, cilësi që e bëjnë Allahun më bujarin e bujarëve, i cili me anë të penës ja mësoi. Allahu është ai që nëpërmjet lapsit dhe penës të mëson njeriu të mësoj atë çka nuk dinte, ja mësoi njeriu ato që nuk i dinte. Në të vërtetë të gjitha këto fjalë janë përgjigje për atë çka profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha se nuk dinte të lexonte, që do thotë se Zoti nëpërmjet penës i mëson njeriu atë që nuk e di. Ai është i Zotit i mësoi një krijesë që nuk ka mësuar më parë shkrim e këndim të lexoj. Fjalia Alladhi allama bil qalam ka dy kuptime. Së pari Allahu i mësoi njeriu të shkrimin, i mësoi atij librin. Të dyja këto janë fuqi dhe mundësi e madhe që Allahu i ka dhënë njeriu. Nëpërmjet kësaj fuqie nis fillimi i historisë njerëzore, burimi i pastër i shkencave teknologjike dhe i qytetërimeve. Së dyti, dija dhe shkencat i janë transmetuar njeriu nëpërmjet kësaj rruge. Në mënyrë të përmbledhur sipas një komentimi, ajeti ka për qëllim të theksojë të nxënin e librit. Sipas një tjetër komentimi ka për qëllim dijen që na vjen në dorë si pasojë e librit. Në të dyja rastet është një interpretim me shumë kuptim që në ato momente të ndjeshme kanë zbritur ajetet e para të shpalljes e që u janë bashkuar ajeteve të tjera. Hulumtime. 1. Rinisja dhe fillimi i shpalljes u bë bashkë me një lëvizje shkencore. Këto ajete ashtu sikurse e tham, sipas besimit të shumë komentuesve janë ajetet e para që ju shpallën të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Me zbritjen e parë të ajeteve rinis një kapitull i ri në historinë e njerëzimit, njeriu u bë përfitues i një mrekullie të madhe hyjnore. Në këtë kapitull përfunduan dhe u plotësuan të gjitha fetë e tjera, më pas zbritën të gjitha ligjet dhe mësimet hyjnore. Ajeti kuranor thot: sot ju apërsosa fen tuaj, e plotsova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Në këtë rast do të shikoni një çështje shumë interesante. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte ummi, i pamësuar nga ndokush, nuk kishte studiuar pranë ndonjërit, Hijazin e kishte mbytur ignoranca. Në ajetin e parë të shpalljes flitet për çështjen e dijes dhe të shkrimit, pas kësaj mirësie të madhe flitet për krijimin e njeriut. Këto ajete të para së pari flasin për zhvillimin e trupit të njeriut, i cili është një qenie pa vlerë, alaq. Nga ana tjetër flitet për përsosmërinë e shpirtit nëpërmjet të mësuarit dhe të nxënit, në veçanti nëpërmjet lapsit. Kur zbritën këto ajete jo vetëm në Hijaz, i cili ishte një vend i zhytur në ignorancë, por edhe në vende të tjera askush nuk ja dinte vlerën lapsit. Në botën e qytetëruar të asaj kohe lapsi nuk kishte vlerë, por sot ne e dim se të gjithë qytetrimet, dijet, hulumtimet, shkencat dhe zhvillimet janë vetëm nëpërmjet lapsit. Njeriu i është dhënë mundësia të punojë me lapsin, boja me të cilën shkruajnë dietarët ecën më shpejt se sa gjaku i dëshmorit, sepse gjaku i dëshmorit është themeli i mbrojtjes për bojën e penës së dietarit. Në pariardhmja e popujve është e lidhur me majën e penës së parë. Reformat e komuniteteve nisin nga penat besimtare, gjithashtu edhe korrupsioni dhe shkatrimi i një shoqërie nis po nga penat e helmuara dhe të korruptuara. Kurani i Shenjtë nuk betohet më kot në penën dhe në atë që e shkruaj me penë, që do thotë se betimi është edhe për mjetin, edhe për produktin e mjetit. Nun wal qalami wa ma yasturun.
nun betohen për penën dhe për atë që shkruajnë. Ne e dim se periudha e jetës së njeriut është ndarë në dy periudha, periudha historike, periudha parahistorike. Periudha historike është periudha kur pena e njeriut ishte bërë ri si tashmë dhe njeriu mund të lindte diçka si kujtim nga jeta e tij. Në këtë mënyrë, historia e njeriut është e barabartë me historinë e zanafillës së penës. Për rolin e penës në jetën e njeriut është bërë një komentim i gjerë në fillim të surës Kalem të këtij komentimi. Si përfundim, themeli i Islamit është vënë me penë dhe jo më kot. Një popull i tillë që më parë ishte i prapambetur do të lulëzonte me dijen e tij. Ata e shpërndan gjithkund dijen si të miku ashtu edhe të armiku. Sipas historianëve të njohur evropian, ishte dija dhe drita e dijes islame ajo që i dha Evropës vend në histori dhe e futi atë në epokën e qytetërimit. Nga vetë ata për këtë fushë janë shkruar libra të shumtë, përmendim historia e qytetërimit islam ose trashëgimia islame. Sa e pakëndshme që është një popull i tillë, një fe e tillë, të mbetet prapë në fushën e dijes, të jetë i varur nga të tjerët dhe të ushtrit dorën atyre. 2. Me emrin e Allahut në çdo situatë. Fillesa e ftesës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka nisur me emrin e Allahut, Iqra bismi rabbike. E gjithë jeta e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka qenë e mbushur me mirësi dhe bollëk, dhe kjo si shkak i përmendjes së vazhdueshme që i bënte Allahut. Përmendja e emrit të Allahut ishte në çdo frymëmarrje të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur ngrihej, kur ulej, kur flinte, kur ecte, kur kalëronte, kur zbriste, kur qëndronte, çdo gjë ishte në emër të Allahut. Kur ai zgjohej nga gjumi, thoshte falënderimi takon atij që na ringjalli pasi na vdiq, dhe te ai do të shkojmë. Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ibn Abbas i thot, një natë fjeta pranë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur u zgjua ngriti kryet nga qielli dhe recitoi 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran, e tha, me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndrimin e natës e të ditës ka shenja për mendarët. Më pas thoshte, o Zot, ty të takon falënderimi, ti je drita e qiejve dhe e tokës, dhe çfarë gjendet në to, o Zot, ty të dorëzohem, ty të besova dhe te ti u mbështeta dhe te ti u ktheva. Allahumma lakal hamdu anta nuru as-samawati wal ard wa man fihin. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabt. Kur dilte nga shtëpia thoshte me emrin Allahut, jam mbështetur Allahut, o Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde që unë të humbas dhe të çoj të tjerët në humbje. Unë kërkoj mbrojtjen tënde nga gabimet. Unë kërkoj mbrojtjen tënde nga padrejtësia dhe të bërit e saj. Unë kërkoj mbrojtjen tënde nga padituria ime dhe nga padituria ndaj meje. Kur hynte në xhami thoshte A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Kur vishte rroba të reja thoshte Allahumma lakal hamd anta kasautani. As'aluka khayran ma sunya lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma sunya lah. Kur kthehej në shtëpi thoshte Elhamdulillahi alladhi kafani wa awani, Elhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani. Kështu në këtë mënyrë gjithë jeta e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte e mbushur me emrin e Allahut.